fillimisht me lirim nga taksat gjitha ndërmarrjeve, të vogla, të mëdha apo dhe të mesme, gjithashtu edhe grante për bizneset e reja në veçanti për të rinjt edhe për gratë. Fillimisht milionit ju përshëndes, ju falenderoj juve, qytetarët e komunës Dragashit, si dhe kolegë studio. Përndryshe, programi ynë zgjedhor për komunën Dragashit është hartuar duke u bazuar në kërkesat reale të qytetarëve të komunës tonë, në planin zhvillimor komunal si dokument strategjik që orienton edhe prioritetet afatmesme dhe afatgjata lidhur me zhvillimin e qëndrueshëm të komunës Dragashit. Përndryshe, një nga shtyllat kryesore të këtij programi është padyshim zhvillimi ekonomik si faktor kyç për qëndrueshmërinë e komuniteteve dhe ndaljen e migrimit. Në kuadër saj është e paraprahtme edhe mbështetja e ekonomisë lokale, fillimisht me lirim nga taksat gjitha ndërmarrjeve, të vogla, të mëdha apo dhe të mesme, angazhimi i një kompanie të konsulencës për hartimin e biznes planeve dhe që do të gjendet afër bizneseve tona si në trajnime, hartimin e biznes planeve për të ardhmen, kjo vlen për bizneset aktuale, po edhe ato që do të krijohen të reja. Parashojmë edhe licencimin zyrtar të zonës ekonomike të komunës Dragashit, si një vend me potencial për zhvillimin e bizneseve të reja, ofrimin e tokës komunale me qirat favorshme, gjithashtu edhe grante për bizneset të reja në veçanti për të rinjt edhe për gratë. Kur jemi te zhvillimi ekonomik, sigurisht edhe dy prioritetet në vazhdim, si është blegtoria dhe turizmi, janë dy fusha në të cilët ne mendojmë se mund ta ndikojnë edhe zhvillimin ekonomik edhe në jetën kohë, e ruajnë edhe misionin e tyre tradicional që mund themi për blegtorinë, po edhe për turizmin. Kur jemi te blegtoria, do të apotencojmë faktin se komuna e Dragashit ka një sipërfaqe të madhe të kullotave dhe sigurisht se blegtoria mbetet prioritet në vazhdimsi. Puna që ne do të duhet bëjmë është hapjen rrugë për qasje më të lehtë fermerëve tonë deri te tokat e tyre, por gjithsesi edhe hapja e këtyre rrugëve mendojmë se do të ndikojë edhe për turizëm.